Ja ku takohemi në pjesën e tretë dhe të fundit të Vila 24 për ditën e sotme. Në fakt do të flasim për një temë për cilën jam e bindur që të gjithë ju keni nostalgji, keni mall për lojrat e fëmijërisë, për fëmijërinë. Do të ndalemi pikërisht në vitet 80, atëherë kur fiks kjo është një nga lodrat në fakt e shoku im Tili, dhe do të kujtojmë fëmijërinë në fakt, se si luanim kur ishim të vegjël, çfarë na përbënte le të themi mjedisin ton të lodrave. Mbi tryezën tonë kemi sjellë dhe lodra të asaj kohe. Për këtë do të falenderojmë edhe Eldën, gazetarja e emisionit tonë. Në fakt do t'ju prezantojmë me të gjithë të ftuarit për të kujtuar me nostalgji kohën e fëmijërisë. Jemi me Arbër Çepani, përshëndetje, përfaqësuese të shoqërisë civile. Elda Lamja, gazetare e Vila 24. Përshëndetje Elda, faleminderit. Përshëndetje, mirë se u takuam. Mirë se takohemi në studio, po në një bisedë të tillë. Silvi Ibardhi, zyra e shtypit në Partinë Demokratike. Dhe Bledian Koka, gazetar. Përshëndetje, mirë se erdhët të gjithë. Fillimisht ne pak më vonë, në fakt do të ndjekim dhe një ser të përzgjedhur me shumë kujdes nga gazetarja Elda Lamja, që përmbledh të gjitha lodrat e filmave, le të themi pjesë, momente nga filmat, apo jo Elda? Pasazhe, po. Pasazhe, ku luanin fëmijët. Por këto lodra që po shihni në ekran mbi tryezën tonë këtu në studion tonë, janë një pjesë e lodrave të viteve 80, besoj, po, 80 e tutje. 80 e tutje. Ka shumë të tjera në fakt, kaq mundëm të sillnin këtu në studio, pse jo për të kujtuar. Në fakt fëmijët e sotëm nuk besoj se i njohin dhe nuk besoj se luajnë me të tilla lodra, por ka qenë një fëmijëri ndryshe, ajo fëmijëria juaj apo jo. Si e kujtoni në fakt fëmijërinë tuaj? Arbër. Mua pyte, që hy direkt shumë... Në fakt, e nisë me ty se ke pasur një fëmijëri ndryshe nga ne të tjerë, sepse je rritur jashtë Shqipërisë, apo jo? Në vende të tjera, vetë the, dhe egzotike. Kam qenë në Kub, jam rritë në Kub, linda një muaj në Shqipëri dhe shkova në Kub, pastaj u ktheva mbas kur isha 5 vjeç e gjysmë, 6 vjeç. Dhe në fakt kujtimet që kam nga fëmijëria janë me palma, me mango, me gjëra kështu të ndryshme nga që ishin mësuar dhe prindit e mi. Për çfarë lodrash? Domethënë, nëse ne kujtojmë lodrat me peta apo sy mbyllazi e shumë të tjera që ti kujtojmë gjatë kohës së bisedës, çfarë lojrash, le të themi? Po unë fakt kam të ndarë fëmijërinë në dy kontinente dhe përveç se 2 etapa. Kam këtë pjesën e parë që mbaj mend këtë diellin, shumë diell, shumë palma, shumë mango, ajo që mbaj mend shumë është një gjelatinë e kuqe që ne hanim atje. Domethënë kam shumë nostalgji për gjërat që haja, që jam rritur me gjërat që haja. Unë para 2 vjetësh isha... Më falë, të bëni paralelizëm ne gjatë se kohë që Arbër ante gelatinën e hanim bukën me gjallë. Me gjallë. Me sheqer me ujë. Kjo ishte etapa e parë. Ne nuk lejmë pindë njëri djatin. Kur u ktheva pastaj në Shqipëri, isha etapa 2 që ripërjetova gjithë gjërat që bëheshin në Shqipëri. Isha si një Tarzan i vogël me kanatierën e grisë me vrima, dilja mëngjes e vija ndarë nga shtëpia. Dhe aty pastaj ripërjetova gjithë ato kuzhineta, ato karrocë me kuzhineta që kam akoma. E famshme. E ke akoma sa mi të na kishe sjellë sot? Kam akoma karrocë me kuzhineta. Dhe gjithë ato pastaj, ato po flisim përpara, ato jo çokoladat, jo ka pas qenë çokolada në atë kohë mbaj mend çokoladën Ilal, që ishte nëse bëhesha fëmijë mirë nga mëngjesi deri në darkë, arrija të përfitojen çokoladë Ilal në fund të ditës. 10 lekë të reja. 10 lekë të reja, çokoladë me e thit. Do më zërë bytësit atë. Elda, si e kujton fëmijërinë? Unë besoj se ke qenë një fëmijë i dhënë shumë pas lodrave. I mbar kam qenë si fëmijë. Sepse shoh që akoma mban me shumë nostalgji të gjitha këto edhe etiketat, këto letrat. Pasi qenë dhupse madhe dhe. Ka një histori më vete në fakt, sepse çfarë nuk ishnim ne për gjetur gjithë këto letrat e çumçakizit, të çokoladave, por hyrjet e reja që u bën atëherë në atë kohë nga jashtë, përsa i takon paketimeve të huaja, le të themi kështu, ato që ke në dorë ti për shumë, ndërkohë që dhe kamera e fokuson, sot janë të njohura në botë sigurisht, por ne në atë kohë nuk njihnim, sepse nuk ishim informacionin e duhur. Në fakt, kur dola sot në mëngjes, edhe mora kukullën me vete, po mendoja rrugës, tash, mbas pothuaj se 30 e sa vite, kukulla ime del për herë të parë në televizor. Edhe e ke veshur shumë bukur me veshje të kohës. Ashtë, po, sigurisht. Fiksi kjo të kukulla tjetër, e?
Mos më thuaj që ke marrë çunin. Sigurisht. Ndërsa ajo kuklla tjetër është origjinale, bie e të njëjtën kohë binjake janë. Sa ajo është me flokë të kuqe, kanë qenë domethënë dy lloj kukullash. Këto me flokë të kuqe, të lyera, le të themi me flokë. Kjo ishte klasës punëtore, besoj. Ka pasur dhe një variant tjetër, në fakt, Arbin fal që të po ndërpres, ka pasur dhe një variant tjetër, kukulla me paruke që vendoseshe në krevatin dopjo, pas martesës së prindërve dhe që ndronte aty, nuk prekej, zbëj fjalë, domethënë që ne ta prekni me dorë. Megjithatë, unë këto e kisha personale në time, kështu që Ela ti vetë kishin e fiksuar për të koleksionuar, qoftë këto letrat e çumçakizave, kemi shumë mbi tryezë, qoftë fëmijët më parë të koleksionojnë edhe këto gjethet e pemëve. Edhe ato, po, ato i kemi pasur si praktik në shkollë, ka qenë lëndë mosimore, dhe unë e kam edhe atë fletore që janë ruajtur këto gjethet e ndryshme që ne mblidhnim në kohën në lëndën e biologjisë ka qenë në atë kohë. Këto kanë qenë makaronat e para që që kanë hyrë, po. Një ndër makaronat e para që kanë hyrë pas viteve 90 në Shqipëri. Shumë njerëz besoj se i kujtojnë, kanë nostalgji ka qenë një nga firmat e njohura italiane, edhe kjo u fut pas viteve 90 në Shqipëri. Ishin njohjet e reja për ne, biles dhe ajo që keni ju në dorë, po, është vaferi i parë që unë kam provuar ardhur nga Italia. Dhe ishte një arritje madhe që unë provuja për herë të parë vaferin nga jashtë. Nga jashtë. Pasi që nuk e ishtë, Jo. ke bonta, nuk është keq. Silvi, fëmijëria, bëjmë një përmbledhje të gjithë fëmijërisë, çfarë mbani mend, le të themi nga lodrat. Pikë pari është një temë jashtëzakonisht e bukur. Pavarësisht se ti jep emocione të mira, unë them që më jep një ndjenjë negativiteti për shkak se sa varfër jemi rritur. Sa fëmijë të papar kemi qenë, të pangrën kemi qenë. Nuk po flas nga ana politike tani, por të tillë kemi. Por të tillë kemi përjetuar të gjithë ne. Këto lodra që shohim tani këtu vërtet nuk kanë qenë shumë të kohës, shumë të bukura, po mua personalisht, sidomos ato kukullat që mbyllnin syt kur shtriheshin, më ngjallnin datën, edhe më duket se ai filmi Annabelle që është horror, domethënë aq absolutisht nuk kishin përfaqësim me dëshirat e fëmijëve. Çdo lojë ishte pajet, si të lojra që po shohim tani këtu, pra ne nuk kishim zhvillim mendor për të luajtur me këto kukulla. Dhe vetëm personalisht nuk është se kam ndjerë shumë afërsi me to. Por ama Silvi, neve kishim paktën hapësira ku kishim mundësi të luanim. Po flas për këtë aspekt. Po flas për këtë aspekt. luan dhe kënaqet, apo jo? Kam pasur në lagje mbi 30-40 fëmijë, tani janë rritur, janë bërë me fëmijët ata gjithë. Kemi luajtur, kemi pasur mjaft mundësi aktivitete fizike, nuk kemi qenë obez, asnjë fëmijë nuk ka qenë obez. Kjo edhe për shkak se nuk kam pasur të shumë të mirë. Do më thonë ishte një sistem që e vetë mja loj për mendimin tim. I dur në fakt. Nuk e kisha menduar këtë pjesë. Po, dhe kur mendoj këtë mbledhjen e letrave çumçakizit e gjitha që i kam Marelda dhe të çmoj për këtë gjë shumë të bukur që ke Edhe këto letrat në fakt. Po të letrat e ato janë bërë me dorë, se s'kishim letra me dorë të gjitha këto. Prodhim artizanal. Ndërsa sot gjen letra kudo pa funksisht, mund marrësh të gjitha ngjyrat fotoperimeve në fakt, si ke prerë, ke bërë gati, ke bërë një masë, ke marrë masën tamam për të letrave siç kanë qenë ato kohë. Ato janë pjesë e ish kombinatit ushqimor, ato kartonat që bëheshin atëherë. Kam pasur në shkallë një shoqen time, kemi qenë moshatare, babin e ka pasur kamarien tek Hotel Dajti. Kur vinte ai me ato letrat, neve, nuk e di, merrnim ato librat, dhe më shumë ato libra i mbushnin me këto letra, që ishin të kota, se sa mund t'i lexonim. Pra ishin, nuk e di, megjithatë ne mund na hetnin një... Çfarë kënaqësie na jep ai koleksioni dukesh si një pasurim. Ta mendosh tani është me vërtet për të ardhur keq. Që një fëmijë mos ta provoj atë që po shikon me sy, unë kur e dëgjoja erën e saj, ç'a më thuash për atë fëmijë? Mos e provoft asnjë fëmijë. Kemi qenë brez heroik, besoj unë, edhe prindrit tanë kanë qenë heronjë, se si kena kanë rritur. Ndoshta përveç kësaj, ndoshta edhe këto po qëndrojnë, po kam përshtypjen se fëmijët asaj kohe kanë qenë më social. Duke bërë një paralelizëm se si luajnë fëmijët e sotëm, që kanë iPadin dhe telefonin dhe kompjuterin përpara. Janë pasiv. Këto bën dhe obez, PlayStationat, nuk kanë ku të luajnë, domethënë flasin për anët negative, le të themi të kohëve së sotme, me këto ama kënaqeshim, ishin më të lumtur fëmijët, ishin më aktiv, më social, dinin të obori. Nuk besoj të quhet një fëmijë që luan nëse s'bëhet pak pis aty te lagja, që rëzohet, që gërvishtet. Ke qenë ndonjëherë sa herë ke gërvishtur? S'ke qenë mami im prandaj. Si mami di që ishte me mua. Tani, në fakt ashtu si edhe Arbri, periudha ime fëmijore është të shtrirë në 2 periudha.
Dejmë 5 vjetë kam qenë i fshat afër qytetës ku jetoja mbas 5 vjetësh. Po ka shumë interesant Po sepse ka shumë lojra interesante edhe në fshat. sepse edhe fshati me qytetën, që janë le të themi qytetet kishin ca parqe më shumë, kurse fshati është thjesht fshat dhe nuk ekziston le të themi mundësia e argëtimit alternativ përveç se në kopësht, nëse mund të kishte në lodër aty. Edhe mbaj mend që ne nuk e kemi pas shumë me kukulla. Për shkak edhe të natyrës se jena çuna. Patjetër, ju kishte bërë të tjera, ju kishte Nuk kena luajtur me kukulla, që të vërtetë. Elastike. Ose elastike të lastura, do të kishte. Lodra më teknologjike ka qenë pistolet me një shigjet kështu që ngjitej në xham. Që bëhet pak me përshtyp edhe ngjitej në xham. Pastaj dolën Po kjo ka ndodhur kur unë u rrita tashmë, isha 10 vjeç. Dhe çfarë mos ke luajtur në këto lojrat? Po jo, unë kam luajtur që është vërtet unë kam luajtur edhe sot e kësaj ditë unë vazhdoj të luaj. Vazhdoj të shoh edhe filma me kartona, turp është, mos kam çfarë të bëj shumë. ato i shohim edhe ne. Jo, se kjo është pjesë e asaj, entertainmentit, ka përshtypjen për fëmin. Ne unë kam qenë shumë i apasionuar pas filmave, por kemi luajtur. Kemi luajtur në fshat mbaj mend, ne nuk kishim lodra, por le të themi krijonim situata për shembull me luftra. Për shembull përfundonte filmi Skënderbeu. Po, Ne kemi pas një bunker afër shtëpisë tonë aty në fshatin në Armat, quhet ai fshati në zonën kur shko për gjën e Lagzit. Kemi pas një bunker i papara ai. Edhe fusnim ca turqi brenda që ishin kalamajt çik më të vegjël. E lagjës tjetër. Ne shqiptarët me shpata dur që luftonim nga jashtë baba bum baba e dur copa. Ishte edhe lojra shumë të rrezikshme, kur digjeshin llastiqet, digjeshin llastiqet. Nuk po them për futbollin që ka qenë një pjesë që na shoqëron edhe sot kësaj dite, dikur në rrugë këmbët copa dhe sot në Calceto njësoj. Dia ke pas parti atë Olje Benxhin që ishte. E kemi parë Olje Benxhin. Fillonte një kur e ishte në ajër bën atë rrofeshatën, mund të kalonin 4-5 puntata, kalonin 4 ora. Ai mendonte të kaluarën kur ishte futur. Po kjo ka qenë më vonë, kemi qenë paktën 2-13 vjeç dhe morëm seriozisht pastaj se aty lindi edhe marrëdhënia mes lojës në televizor ose filmit dhe lojës në kompjuter, se ishte koha Nintendo-ve të parë, 24.000 lekë që luani me to, me kaseta. Kompjuter me kasetat verde. Po, me kasetat verde, kanë qenë dy llojesh. Por fillimet kanë qenë shumë interesante. Unë është ajo që nuk e di kush e përmendi këtu, fakti i qenurit të ingranuar. Pra në vërtet lonim gjithë bashkë, vërtet kishim lojë. Ne për sociale. Unë mbaj mend në një lojë që kemi pas luajtur kur kemi qenë të vogël, është një lojë e ngjashme me baseballin. Loj luftash? Jo loj luftash, po një lojë Botash. Botash është me toka që quhen ne, që rrethojnë hidhnim shkopin lart edhe kush e kapte merrte tokën më të madhe. Tokë. Kjo ka qenë realisht një lojë baseballi që ne luanim me një kanaçe, që ishte një kanaçe, si më themi, konserva shqiptar me ndihmat e italianëve në 92-shin në operacioni Pelikan dhe i merrnim këto kanoçe pasi i kishim konsumuar. Ishte mishi për qend për kafshë që dhe bëj një grop dhe ishin 4 njerëz aty dhe njëri hidhte atë kanaçen dhe kushdo që e fuste brenda fitonte dhe normalisht zëvendësohej me një tjetër sipas radhës. Dhe zakonisht ne tentonim ta kapnim dhe kënaqësi më të madhe se kur e kapja te kanaçja dhe fluturoje larg, nuk ishte. Dhe kjo është një gjë e ngjashme kam përshtypjen me lojën e bejsbollit. Këtë e kam menduar pastaj kur arritëm kishim kontaktin. Si silleshin këto lojra? Si krijoheshin le të themi? Unë kur nuk e kam marrë vesh se si kemi pasur ne këtë lojra në le të themi në pjesë tonë, por kam përshtypjen një lloj trashëgimie. Trashëgimie. E brezit më përpara. Ka një lloj lidhje tek çdo gjë, qoftë tek futbolli, qoftë kjo loja e bejsbollit. Futbolli ishte më global, sepse domosdoshmë ekzistonte edhe po themi këto lojra që ishin çik më krijuese. Ne kemi patur që në 92. Krijuese po dhe agresive do të thënë, goxha agresive ishte, ajo që thamë përpara, unë mbaj mend unë këtë lojë me luftra. Po ta mendosh sot ishin lojra kështu satanike fare. Sepse luftonin me shpirt. Ishte një lagj, luftonin luftrash me lagje, ishte kështu, ku diun çat gjenim gura, tulla, ja hidhin njëri tjetër. Ishte satanike, po ishte edhe strategjike, sepse mundonin se merrim ato shkallët nga shtëpiat e litarët etj. Pastaj na shkonte çik gjithmonë mendja për keq, edhe ato llastiqet, ku të vrisin në kafshë gjë me gurë. Edhe loja në syr edhe është dëmtuar, në krah edhe është thyer. Mbaj mend një gjë tjetër, por sigurisht që kjo na bëri më të fortë. Kur dolen kapsollat, më mend fusnim nga kapsollat që ishin me barut, që janë edhe sot kapsollat, i fusnim poshtë atyre bombulave të gazit. Dhe shkonte ajo deri në kat 5, kështu policisë shkonte deri në kat 5 dhe kush e hidhte më shumë atë bombën e gazit që ditën në një balkon për pak më të sofistikuar se keni qenë më të rritur kur mendonit për gjëra të tilla. Një lojë që e kisha shumë interesante, kjo është për treguar se sa ishim përveç shtyrjes me karroca, ato karrocat pastaj kanë qenë më interesante se na kujtonin garat me makina. Pastaj u prishën rrugët e stresit do të mas me karroca.
Bënim, unë kam pas një rreth metali. Po. Një rreth metali, trombullakët. Jo, dhe që është ty veti. Edhe që është unit me Dhe një është një lojë shumë interesante, sepse do një stil të veçantë ta hedhësh në tokë. Jo, gjithë, a i më shoku më... Sigurisht, jo, gjithë e bënin, por jam i sigur që po të japësh fëmijëve sot, më të thuaj, merr këtë rrethin dhe shtyje, dhe rrethi rrotullohet, ndërkohë që ti duhet të kesh një pozicion nga poshtë, që nuk dihet as shumë lart, pas shumë poshtë, që të rreth. Fëmijët e sot e komandojnë me iPad. Dhe gjithë kjo gjëja bëhej me vrap gjithë ditën. Po, kushet se më shumë, ishte... E kishim si një lloj antistresin e ato, që gjithë kohës merr atë rrethin e heci shumë kohë. Edhe ishte mjeshtër në qoftë se nëse manovroje mirë ta manovroje. Dhe vrapi u bënte shumë mirë, besoj. Vrapi s'diskutohet, vrapi... Sepse sot lëvizin fëmijët e vrapi... Vrapi ishte... siç thot Silvi. Unë kam përshtypjen që është ajo pastaj se do futim këtë diskutimi që teknologjia na bëri këto që jemi, na bëri muarbë, sidomos. E kupton, sepse unë paktën deri 18 vjeç, paktën duke qenë atje në Manos, aty ku ishim bërë në shkollën mesme, ne kemi luajtur volejboll. Kemi luajtur volejboll pafund, milion dhe orë të mësimit, që për shkollë nuk ishim. Dhe kemi luajtur volejboll pafund dhe kemi qenë realisht shumë të shëndetshëm, shumë energjik e tjerë. Pastaj kur erdhëm në Tiranë na morin qafë. Në qafë, po kalimi nga fshati në qytet kishte ndryshim se takon tipologjisë së lojrave. Kishte më shumë lodra në qytet. Po, sigurisht kishte më shumë hapësirë, kishte më shumë fantazi, ndoshta edhe informacion që vinte nga qyteti, Përgashi, Durrësi, Tirana, ndodheshin në qytet, nuk ndodheshin në fshat. Por ta siguroj që edhe kancelarit fëmijët e qytetit kënaqeshin më shumë kur vinin të luanin në fshat. Në mënyrë se si ne luanim, se ne luanim pa dorashka. Lëshoheshim pa dur, nga mëngjesi deri në darkë, vetëm mos u vrisni ishte këshilla mëngjes, edhe kur erdhët ai shqyqur që erdhët, ishte në darkë, që ishte erdhët saklam. Këto çarjet ishin kështu normale, po mos kishin ai çar në gjunë, nëse goditesh. Kam unë paktën vetëm nga fëmijëria, se këtë pastaj. Po janë 20 çunja, e kemi kështu, këtë e kemi nga. Mbi 5 të çara me nga 4 qifje secila. Pas ke qenë shumë i rrezikshëm. Unë mbaj mend një detaj, për sa i takon. Më i thjeshti. Nuk të le Bledit flasësh, më gjithë secili prej nesh po ta bësh pak lojrat e vajzave tashmë. Po, lojrat e vajzave, ne lozim gjithë bashkarisht në fakt, çuna goca. Mbaj mend një detaj, për shembull që ne prisnim të dilte një nga gocat e lagjes, që kishte të vetmin top plastiku që ekzistonte dhe prisnim që ajo të dilte, se nuk kishte shanse që ne ta merrnim atë pa ardhe zonja e topit. Dhe ne prisnim deri mbas dite dilte ajo dhe pastaj fillonim lojën tonë. Sigurisht që kanë qenë edhe shumëllëshmëri lojrash të tjera, për shembull unë përmend këtu Filiçin, që kush e mban mend, pincin, lozin me pincë. Sidomos kur binte shi pas syut, ishin shumë të lumtur. Ishin shumë të lumtur, se toka ishte e butë edhe ajo ngjesheshe mirë. Ka qenë diçka prej druri me një se kujtoni me çuna lozën me bombarduz, menin qese, i lidhnim tek shkopi, i vinin flakën qese dhe ajo bënte një zhurmë. E një mra komplet qesja, ajo mra komplet në këmbë. Edhe mori flak, merrte flak këmbë kështu avash, ishim kështu tamam të rregjur nga ato dhimbjet, dhe unë që shkoj në shtëpi kështu me këmbë me flak, ma u vrava aty poshtë. Shef mami këmbën time që po merrte flak atje. Qyrit misi si ratë sfikët, dhe unë isha huma i qetë, kështu vazhdoja, dhe ishim shumë të rregjur nga këto lojrat agresive, kështu nga... Tamam. Klasike lojrave tona, do më ka qenë loja me peta. Me peta. Po, pa përjashtuar edhe çunat, kishte edhe çuna që lozin lojën me peta. Pa dhe kemi lozin nga pëlqen me gocë, Mos themi me peta, kemi lozin dhe me litar. Sidomos kur vinte momenti i bërjes së rretheve, që ishte strapacus, se do i bie 3 herë, po t'ishte loj 5 si i thonim ne, do i bie 3 herë, lart poshtë, poshtë lart, derisa të kryeje rrethet, i thonim neve, dhe rinim në një këmbë, kupton? Domethënë ishte strapacuse, por ishte shumë. Ta kujtojmë, ka qenë janë 3 lloj petash. Është me 3 kuadrate, me treshe. Po, është me peshe dhe ka qenë me kryq. Edhe kaçja. Jo edhe kryq, ishte kryqi kështu që do ta hidhje petën kështu nga mbrapa. Por që kemi luajtur edhe mbajmën. Që gjitha të 3 këto versiona di pse i mbajmën? Sepse para pallatit ku jetojon, këto kanë qenë të gdhëndura në tokë. Ishin të gdhëndur, ishin të kanalizuar, nga që luaj ai shumë dhe ripërsëritet çdo vit, edhe lojrat ishin me stin. Ju të kishit edhe Kaluçin, mos harrojmë pak. Po ne kishim dhe një mit tonin. Ne ishim super të përgatitur në Kaluç, nuk ka pasur raste të njerëzve që ngjesin në Kaluç, ne ishim njerëz që hidheshim çdo ditë, ne ishim xhamprat më të paparë që ka pasur historia, se hidhim nga mëngjes deri në darkë nëpër pemë. Edhe Kaluçi ishte gjëja më e thjeshtë që mund na vije përpara. Po qytetet që vinin e kishin më të vështirë, le të themi, për pjesën e Kaluçit. Ata qytetet rrinë në mënyrë habitore gjithkohës kështu. Kemi qenë në qytetet të Po do të kemi pas për nga fshati. Gjithsesi lojrat që u përmendën, po më shumë kam pasur qef
Unë kam qenë fëmijë, domethënë i urtë. Kam përshtypjen se ti luaj me këto kukullat, i Jo, nuk luaj me këto kukullat, fare. Jo, ishte frikë. Jo, as i kërkoja biles, as për vitri, as i gjë. Unë qefi më të madhja që përmenda vitin e ri, kisha këto dhuratat e gjyshës, që më fusin brenda ajo gjëra, jo molle, jo arra, jo kështu gjë. Pas ke qenë lupse, Silvi. Paka shumë. Edhe, domethënë, kam qenë ato fëmijët që kam dashur gjithmonë atë rrethin tim ta kem sa më të mirë, sa më të mbar, mos kem kështu hileqar. Aty kam mësuar, domethënë aty në ato komunikimet e para të mia, kam mësuar se kush është hileqari, kush është gënjeshtari, kush është ai që të do vërtet. Domethënë ishin këto mësimet e para që në familje nuk mundesh të merrje dot, sepse ishte mësuar me një standard. Dhe aty filluan. Kjo ishte. Në një farë mënyrë ne kemi qenë edhe fëmijë supersticioz. Për shembull ndodhte kur lozim me peta, thonim kur me kalën kuq mbaj mend një gjë. Thoshte pse më fole po luan bilard tani çuna thot pse fole në dorë, atë thosh pse fole. Jo, ishte ajo, magji guri zi të bi peta mu në vi. Peta mu në vi. Edhe në fakt peta pinte mu në vi. Mirë, do të ndishnim në fakt edhe kjo lodra është një tek pjesa e Shoku i Tili. Një përmbledhje me pasazhe nga filmat për të kuptuar se si kanë qenë lodrat, besoj se nuk kanë qenë thjesht një lloj imazhi, ishin të vërteta edhe këto të filmave apo jo, se si luajnë fëmijët e viteve 80, i ndjekim dhe rikthehemi për diskutuar. Ky është qyteti ynë, me pallate të mëdhenj, me rrugë të bukura, me sheshe të gjera. E ku ka si qyteti ynë? Dhe sa fëmijë që jetojnë në këto pallate. Rishti imi ka bërë detyra dhe kur tha mësuesja që nxirrni detyrat të shikoj Olta. Shumë keq. Tjetri? Peshku. Peshku, pra vazhdojmë tjetri? Në ndecja, vazhdojmë tjetri? Çfarë ka? Goni, o Goni. Shpejt, Goni, shpejt. Ja pra ja. Po je më kushuri? Ha, që bëhet andej, filluan stërvitjen? Ç'të stërvitur, o a keni mbledhur, o a keni bërë palë. Atyre që më pranuan dhe mua në ustri. Të pranojmë ne po të duash, të japim të mbash edhe flamurin. Më ndesha të hy aty, në qetë në lagjestime. Për ashtu, gjesa të duashur. Tresh, luaj tani. Goni, o Goni, bëjmë këtu. Priti se di veç. Ate si i bësh treshin. O dhe ti në ke treshin. Prisni. Më duket se mbaroj, tresh. Po ky flamur. E kam qëndisur në necet e gjata duke pritur të agim të bukur lirie. Qindra e mira nëna kanë qëndisur flamuj të tillë. Kriporja, loja me pe, loja me peta, frika në klas nga Shoku i Tili. E në fakt, këta janë fëmijët e para viteve 90 në Shqipëri, në një shoqëri ku shumë pak kishim informacion për të mos thënë as pak. Kur lodrat i merrnim dhuratë vetëm për vitin e ri nga administrata e punës që bënin prindërit tanë. Më shumë hapësira për fëmijët ku ata argëtoheshin, e si rrjedhoi se ajonin lojrat e trashëguara të një brezi më parë. Kjo ishte fëmiria e një brezi që i përkiste dekadave të mëparshme. Por si luhet sot? Përmes lojës fëmia mëson, ushtrohet dhe ndërton të tjera realitete. Lojrat favorizojnë lidhjet shoqërore, krijojnë një raport të mirë me të tjerët dhe ndihmojnë në shkëmbimin e ideve. Studiuesit në botë thonë se është më mirë një lojë thjesht që zgjon dhe bën të qeshni, sesa lojra të gatshme si PlayStation apo makinat. Mund të qëndrosh në ajër të pastër ose në shtëpi, por e rëndësishme është të ndash eksperiencat me fëmijët e tjerë, ose dhe me vetë prindrit. Psikologët britanik kanë krijuar bindjen se prindrit sot
nuk din më të luajnë me fëmijët, sepse shpeshherë mendojnë se nuk kanë kohë. Një studim i bërë nga Ministria për Familjet Angleze ka nxjerrë në dritë vështirësitë e baballarëve dhe nënave të cilët janë gjithmonë të zënë me problemet e punës dhe nuk gjejnë më kohën e nevojshme për të qëndruar dhe për të komunikuar me fëmijët e tyre. Shoqëritë bashkëkohore të perëndimit tregojnë se shumë nëna e baballarë të zënë me punë nuk kanë kohë të merren me fëmijët, ndërsa nga psikologët flitet shpesh për efektet e dëmshme të videolojrave dhe internetit tek fëmijët. Studimet theksojnë se prindrit sot nuk e kujtojnë më si është të jesh fëmijë, nuk arrin të çlirohen nga pengesat e tyre, janë tepër të stresuar dhe të përqendruar në punë. Një grup tjetër studiuesish, duke u mbështetur tek rezultatet e studimit britanik, theksojnë se ky realitet është i njëjtë për shumë shtete perëndimore. Stresi dhe ngarkesa e prindërve në punë i ka spostuar fëmijët nga angazhimet e tyre. Sot, prindrit dhe fëmijët janë të prirur të mendojnë që për të luajtur nevojiten lodra moderne, si për shembull PlayStation, ndërkohë që psikologët dhe pedagogët e ndryshëm theksojnë se përgatitja e lojrave apo fantazia për zhvillimin e tyre janë element shumë të rëndësishëm për t'u dofryer dhe për t'u rritur. Mbi të gjitha, studimet në botë çojnë thuajse në një përfundim të përbashkët. Tu kthesh lodrat fëmijëve, sepse askush më mirë se ata nuk e di se si luhet. Tjetër krijim yni i brezit ton, edhe i shumë brezave të tjerë, në fakt duhet thënë, kriporja. Kriporja, këtë e bëm sot e la, apo e kishe të... Këtë e bëm sot, dhe në fakt e veçanta e kësaj është se është bërë me një fletë fletore që i përket matematikës që e kam pas në klasën e 4, se koleksionoj edhe fletoret nga klasa parë e tutje. Mos flasim, ajo është pjesë tjetër, histori më vete. Kështu që, këtu në fakt, neve kjo lidhej me profesionin e së ardhmes. Një lloj parashikimi. Një lloj parashikimi. Prandaj duhet thënë prapë që ne kemi qenë dhe fëmijë supersticioz. Pse quhet kripore? Kripore sepse... Nga ka formë e kripës, po ta kthesh mbrapsht mbahen dhe kripat. Në fakt, mund vendosë edhe kripa në këtë formë. Si pas nevojave të kuzhinave tona. Në fakt, ja, këtu, e fokusojmë një qik. Aty shënoheshin profesionet. Por këtu mbrapa do të shënuar numrat, sa si gjë s'mban mend. Po, ja, Bledi na e tregoi një po jo shumë. Po do duhet numrat sepse nëse unë kërkoj 4-3 herë, si do ma vërtetosh çfarë kërkon? Ska gjë, ti ve gishtin këtu dhe ne zgjedhim pastaj kur është Këtë 7 herë. 7 herë, okej, Bledi do këto 7 herë dhe ne e bëjmë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Edhe Bledi profesioni së ardhmes i del hidraulik. Mund t'ja bëjmë dhe Silvi. Këtë 5 herë. 5 herë, 1, 2, 3, 4, 5. Silvi na del në politik. Silvi, e ke shprehur edhe kënd kuzhinës. Politik deputete. Çfarë profesioni ka ngel? Jo, ka shumë profesione tjera shumë interesante. Këtë 4 herë. 1, 2, 3, 4. Brigadier. Edhe Nikit, po pa tjetër, Nik. Të bëte ma zhit pak. Bëja këtë një 3 herë. Po cilën se e vure këtë dyja? Po. Okej. 1, 2, 3. Niki prap në politik. Ua, Silvi. Përshëndetje kolegë. Do me thënë, femrat dajnë një profesion. Ndërsa meshkut... Meshkut klasë fundore me këtë shekun ty. Elda, për vetën tënde nuk e... Po ja, unë po zjedh këtë këtu 2 herë. 1, 2. Mësuese. Bravo. Edhe në fakt, jo, është... Sepse unë vërtet kam mbaruar 2 fakultete që në fund fare bëjnë gati një mësuese. Mësuese vizantimi edhe gjuhë, kështu që në rregull jam unë. Këto ishin, le themi ato, tamam ëndrat që mund të kishin fëmijët dhe që po kemi qenë pak më të rritur bëheshe kjo, se shënoheshin gjithë profesionet. Sigurisht. Edhe merreshin me të gjithë. Unë falenderoj, po. Jo, mbaj më dhe një gjë tjetër të bukur që lidhnin 3 xhame bashkë. I bashkonin dhe fusnin kështu letra me ngjyra, dhe ato bënin një lloj efekti kështu shumë i ngjisni me vinovil. Po, me që më kujtu xham, po e mbyll? Vazhdo, e dëgjojmë këtu të fundit, se do ta vazhdojmë dhe pas të ta mbyllun. E mbaj mend që ne nga që ishim kështu shumë qefli për ora, kemi bërë dhe ora, di si bëj ora? Me tap, apo me tap? Kafshoj, me tap bire, me tap shishe si bire. I fusi një xham aty, i fusi edhe letra dhe një letër kështu thjesht, e lidhe këtu. Letër... Edhe sa lëvdoheshim të shoqet e shoqet? Po, unë e shkruaj gjithmonë aty Swiss Watch. Letër e paketave DS. Mirë, po e mbyllim me këtë letrën e paketave që ka koleksionuar Elda. Unë i falenderoj shumë, kemi qeshur shumë më shumë se
se që kem qeshur me ndonjë panel tjetër në fakt të ftuar dhe kemi kujtuar fëmirin. Besoj se do ta vazhdojmë bisedën dhe pasi ta mbyllim, sepse kjo ishte koha, ishte shumë e shkurtër në fakt për të kujtuar gjithë ato lodra dhe gjithë ato vite me mall dhe me nostalgji. Në fund mbetet që ne kemi qenë fëmijë më të lumtur se këto të sotmit, apo jo? Po shoqja jote mirë është? Faleminderit që na ndoqët, shikojmë nesër në po të njëjtën orë.